Gushti dhe sinjale pozitive për ecurinë e turizmit në vend pas një ecurie zhgënjyese deri në korrik. Sipas Instat, në gusht në vend hyn 2.38 milion shtetas të huaj me një rritje prej 9.9% në krahasim me të njëjtin muaj të një viti më parë. Në korrik zgjerimi kishte qenë vetëm 0.4%, në qershor 7.1%, në maj 1.38%, në prill 3.15%, ndërsa marsi ishte me rënje prej 2.7%. Vetëm janari kishte shënuar një rritje dyfishore prej 14.5%. Të dhënat e detajuara të Instat bëjnë të ditur se efektin kryesor në ecurinë pozitive të hyrjeve të shtetasve të huaj e ka dhënë Kosova. Në gusht në vend hyn gati 1.1 milion shtetas nga Kosova me një rritje prej 15% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo është hera e parë që raportohen mbi 1 milion hyrje nga Kosova në një muaj, të paktën që nga viti 2022 kur Instat raporton të dhënat e detajuara. Hyrjet e shtetasve nga Kosova zon 47% të totalit në gusht, nga 38% që ishte kjo peshë për 8 mujorin. Vetëm në gusht, hyrjet e shtetasve nga Kosova ndikuan në gati 70% të rritjes, 142.000 më shumë hyrje vetëm nga Kosova, nga 214.000 hyrje më shumë në total. Përkundrejt shifrave, operatorët turistik nuk e kanë parë këto optimizëm në tendencë reale, pasi sipas tyre ka një pranim më të ulët të shqiptarëve të Kosovës. Rënja e tyre është ndikuar nga disa faktorë si rritja e çmimeve, zhvlerësimi i euros që ul të ardhurat që ata marrin kur i këmbejnë në lekë, dhe fakti që tashmë shtetasit e Kosovës mund të udhëtojnë pa viza duke pasur mundësi për të kaluar pushimet në vende të tjera.